Kanë hapur një kartel për këta pacient? Patjetër janë në kartel të shtruar në spital. Po çaj ilaçe që ju jepet kur s'ka analiza për këta? Këto 3 vjet. Kjo është si kurohen këta, si mbajnë këta, lidhen? Është një Kjo mister. është pikpyetje e madhe që ne si qytetar që na vjen shumë keq për një situatë tillë, për këta 300 pacient, nesër pas nesër kushdo nga ne mund të ketë probleme. Jo se mendon njerëzit se kur janë të pa Çfarë do të thonë kjo? janë të pavdekshëm. Ju i pas keni vdekur të gjallë ata atje. Dhe sikleti i madh i infermierëve dhe doktorëve të atij spitali është që ne nuk po dim se si ti trajtojmë këta të shtruar. Po normal. Sepse nëse ata për një moment të caktuar mund të kenë probleme të tjera të shëndetit të tyre. Hipertension, gjithçka mund të kenë. Pa para tensioni, kanë të paktën? Nuk e di as edhe si i masin temperaturë, se mund t'i mbasin dhe me të puth me mball. Pra nuk e di as këtë pjesë. Dhe kur bëhet fjalë... Do me thënë të vjen të thuash inshallah jepi me koncesion. Po, inshallah ta japi me koncesion. Aman përfshije dhe këtë spital. Futet edhe këtë spital të koncesion që të paktën të ketë deri në datë 20. Ua, kjo që nga e të mërshme. Pra mirë në qytetarët e tjerë këtij vendi që paguajmë. Dhe kjo ndodh në Elbasan, është shumë afër Tiranës, pra, e kuptoni? Kjo është situata... Qoftë me një autobus të merrni të sillni të paktën ke spitalin Nën Terezat, ja u bëni këto analiza, brenda datës 20, nuk po themi jashtë datës 20, e nderuar zonja ministre. Brenda datës 20, sillini këta 300 smur që ka spitali Elbasanit, sillini në Tiranë të paktën, t'i bëjnë, të kuptojnë çfarë problemesh të tjera shëndetësore kanë. Ta shpjegoj, zakonisht institucionet e shtetit shqiptar në vend që të marrin konsiderat problemin, merren me ata që thon problemin. Po, pra po. Dhe se gjithë zakoni tyre kjo. Shëti si do t'i sulen këti nesër? Po, le këti, po na sulen edhe ne. Po, pse po do na sulen ne? Ne kemi gazetar, do themi të vërtetën. Sepse nuk duan ta pranojnë që nuk kanë mendje. E kupton? Nuk kanë mendje. Sepse shkojnë për zyra dhe thon broçkulla, dhe thon budallallëqe që s'din ç'a flasin, e kupton? Dhe tani ne duhet të lutim Zotin që të sëmuret një herë ministria, o Zot sëmure një herë, që të kuptoj që ç'ash ilaçi. E kupton? Po kjo ka qenuar me shëndet të fort, nuk sëmuret, se duka ka ngrënë mirë gjithë jetën, e kupton, po s'janë kështu si kjo të gjithë. Problemi është kështu, që duhet të hysh te halli tjetër, ky është detyrë e shtetit. E kupton? Se ato familjet, unë edhe i kuptoj në një farë mënyre, janë vetë të raskapitur. I kuptoj mo edhe, janë të raskapitur, është e të mërshme të kesh një njeri me një problem të tillë në familje. Nuk menaxhohet dot. Nuk menaxhohet dot. Dhe shteti që ka miliarda dhe se menaxhon dot. Mendo tani një familje që s'ka as para.